Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur kushte të qarta për kryeministrin dhe liderin e vetevendosjes Albin Kurti në lidhje me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Sipas njoftimit të zyrës për mediat e PDK-s, Kurti duhet të paraqesë kërkesat dhe propozimet e tij për zgjedhjen e presidentit në formë të shkruar. Ky hap konsiderohet i nevojshëm për të rritur seriozitetin në trajtimin e çështjes dhe për t'i mundsuar partisë të shqyrtojë me kujdes iniciativën brenda organeve të saj. Në një përpjekje për të gjetur një zgjidhje, Kurti zhvilloi të hënë një takim me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku, ku diskutuan mundësinë e një emërtimi të një kandidati të përbashkët për president. LDK ka theksuar se mbetet e përkushtuar ndaj gjetjes së një rruge konsensuale dhe kandidatit që mund të sigurojë votat e nevojshme në kuvend, por pas zbuluar emra të veçantë dhe duke përsëritur se presidenti i ri nuk duhet të vijë nga vetvendosja. Kurti ka pohuar se diskutimet për emra janë zhvilluar, por nuk mund të jap detaje publike për sigurim për rezultatin. Kjo nismë e kryeministrit vjen pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila ka vendosur një afat deri me 28 prill për zgjedhjen e presidentit. Nëse deri atëherë nuk zgjidhet kandidati, vendi automatikisht shkon në një zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Aktualisht Kurti dhe partnerët e qeverisë disponojnë 66 deputet nga 120 sa ka parlamenti, ndërsa për të zgjedhur presidentin në raundet e para nevojiten 2/3 e votave së bashku me të njëjtin prani në sallë. Kjo situatë e ndërlikuar politike vendos presion mbi të gjitha partitë duke i shtyrë drejt kompromisit, ndërkohë që afatet ligjore po afrohen dhe mund të detyrojnë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme nëse konsensusi nuk arrihet.